Si mjalti ashtu edhe aloe vera janë të pasur në vlera dhe njihen si suplement të shkëlqyer ushqimor. Mjalti dhe aloe vera janë përdorur prej shekujsh, duke përforcuar idenë se ushqimi mund të jetë mjekim. Mjalti është ëmbëlsuesi i mrekullueshëm i natyrës. Lëngu i aloe verës dhe mjaltit përmban pak kalori dhe sheqerna në krahasim me lëngjet e tjera. Lëngu i aloe verës me mjaltin përmban pak kalori. Në 250 ml lëng do të gjeni 120 kalori. Një gotë me lëng përmban 60 kalori që e bën atë alternativën më të mirë në krahasim me lëngjet e tjera. Për shembull, lëngjet e mollës dhe portokallit kanë 114 dhe 112 kalori për çdo racion. Vitamina C aktivizon enzimat e nevojshme për funksionin e qelizave dhe mbështet metabolizmin. Në 250 ml të lëngut të aloe verës dhe mjaltit gjenden 30% të dozës ditore të vitaminës C. Përfshirja e aloe verës ofron shumë vlera shëndetësore dhe fitoushqyes siç është barbaloina që luan rolin e antioksidantit.